Rikthimi i Eglit në shtëpi ka bërë që Gjesti të vijojë ta kthejë situatën me banoren në humor dhe batuta. Nelin, së fundmi, ai është parë në kuzhinë duke pastruar, ndërsa i këndonte disa vargje për Eglin. Nelin, Gjesti shprehu habin se si Egli e kishte harruar për vetëm 9 ditë, pavarësisht fjalëve të dashurisë që i kishte thënë më parë. Nelin, s'pas ka qenë dashuri, po pas ka qenë fiksim. U shpreh ai ironikisht, duke e quajtur këtë situatë një eskalim. Nelin, o s'kam lënë vend pa të përmend, po qysh ke dal prej zemrës tem, o Egli im, pse s'po flet për mua, qysh për 9 ditë dashuria që n'ka shkuar, qysh për 9 ditë më ke harruar, a më ke thënë që shumë të dua, s'pas ka qenë dashuri, po pas ka qenë fiksim, a zemra jem ke bërë eskalim. Tha ai. Nelin, ndërkohë ajo që vihet re është që Egli ka ndryshuar tërësisht qasjen ndaj Gjestit dhe disa banorëve të tjerë pas rikthimit të saj në shtëpi, çka ka sjellë dinamika të reja në raportet mes